Na trego pak si ka shkuar faza që unë mendoj që është faza më e rëndësishme e përzgjedhjes së personazheve publik, se Kureshtja është e jashtëzakonshme. Kasti i përzgjedhur mund të ngjajë si klishe, por personazhet përbëjnë një puzzle të Fermës 2 shumë interesante. Ka nga të gjitha moshat, është një shprehje, profile, do me thënë duke nisur që nga artist, po na trego pak siluetat profesionale. Emra të konsoliduar në karrierë, ka emra të rinj që janë dhe pjesë e showbizit që tentojnë të bëhen pra të jenë pjesë e showbizit, por dhe emra të konsoliduar jo vetëm në art. Kemi shkuar tek çdo brez me sa duket. Patjetër tek çdo brez. Janë të dimensioneve edhe të moshave të ndryshme, edhe të gjatësive të ndryshme, edhe të përmasave të ndryshme, edhe në gjendje civile janë në formate të ndryshme. Këngëtar? Patjetër që në një show si Ferma do të ketë në gjendje civile na kanë përmasa të ndryshme, ca janë të martuar, ca janë beqar, më duket apo jo. Të gjitha llojet. Disa janë dyshim. Doja të nënvizoja edhe këtë që Shqipëria, do me thënë kudo ku ka shqiptar, jo vetëm Shqipëria, pra harta e Shqipërisë, por kudo ku ka shqiptar, ka përfaqësime edhe nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut, ka edhe më gjerë, pra jashtë Europës, por që, jo, jashtë Europës, por që flasin Shqip. Jashtë Europës. Shqiptar emigrantë që... Emra nuk mund t'ju them.